Po më shqipni kusht ka qit me kry I ke pas qenë o një anë urat e dheo të tjërë shpinar. Që nga jugu në veri, ndërtojmë keq e pa themel. I pangopur si stuhi, korrupsioni shkon thellë e më thellë. 20 segmente rrugore të paktën janë identifikuar si problematike në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Shëmbje dhjerash, çarje të asfaltit, rrëshqitje masive dhe bllokime të pjesshme apo totale kanë krijuar rrezik real për qarkullimin. Dhe në disa zona kalimi është bërë I pamundur edhe për këmbësorët. Situata më kritike është aksi Librazh Përenjës, ku shëmbje masive në zonat arrat e Gurrës ka izoluar juglindjen e vendit, duke vështirësuar furnizime dhe shërbimet emergjente. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar ndërtimin e një rruge provizore në shtratin e Lumit Shkumbim, por pa një afat të qartë për përfundimin e saj. Ndërkohë që vetë përdorimi dhe shfrytëzimi apo keq shfrytëzimi I lumit për inerte është një nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në gjendjen aktuale. Sa për dokumentacion, lista e akseseve problematike është e gjatë. Kuç, Qeparo, Dërmi, tuneli Llogaras, zona pranë tunelit të Skërficës në Kardhiq, Vlorë, Vllahin Poçem, ura e Selenicës, Korçë, Qerseg, Dardhë Babushtic, Qukës, Qafpllocë, Librazh Përenjas, Automotoparku Elbasan, Vorë, Zallherë, skrapatat në rrugën e Arbrit, Drejan, Macukull në Mat, Unaza e Burelit, tuneli I Murizit, Lur Peshkopi dhe shëngjim Velipoj janë disa ndër të cilat unë I gjeta dhe mund t'i dokumentoja. Në këtë episod nuk do bëjmë thjesht një përmbledhje lajmesh, do mundohemi të bëjmë një analizë më të thelluar të situatës së infrastrukturës rrugore në vend. Kujt I faturohet kjo gjendje dhe si shpjegohet realisht? A janë këto thjesht pasoja të kushteve natyrore? Janë probleme projektimi, mungesë mirëmbajtje, abuzime standardet apo diçka tjetër? Ku qëndron vërtet përgjegjësia institucionale? Mbi të gjitha si zgjidhet strukturalisht problemi? Jo me zgjidhje provizore, por me standarde të qëndrueshme dhe me kontroll real. Sepse ndërkohë që ky episod publikohet dhe ju jeni duke dëgjuar, në terren njerëzit kanë blerë mushka dhe gomer për të siguruar furnizime të bazë për jetesën. Automjetet devijohen në segmente të rrugës Egnantia, një rrugë antike që nuk është projektuar për qarkullim modern me automjete motorike. Ajo ka rezistuar për shekuj, për përdorimi I saj në këtë lloj forme duhet të ndalohet menjëherë, sepse në shumë zona ekziston rrezik real shembjeje dhe dëmtimi, sidomos për shkak të shpëllëzimit masiv që e ka bërë territorin të paqëndrueshëm. Kjo është skena ku nis ky episod, një vend ku rrugët nuk janë më thjesht infrastrukturë, por pasqyrë e qartë e mënyrës se si funksionon një shtet. Në 4 pjesët në vijim do t'u tregoj pak se si ndërton bota, si duhet të ishte teorikisht në Shqipëri, çfarë ndodh në realitetin shqiptar dhe se si këto mund të rregullohen. Prandaj qëndroni deri në fund të episodit. Dhe normalisht mos harroni të lini pëlqim, lini mendimet tuaja dhe kritikat nëpër komente, shpërndajeni episodin me miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë mund të na lini donacione në linket e Buy Me a Coffee, PayPal apo Spotify subscribers. Pjesa e parë, si ndërton bota. Le të bëhemi pak të mërzitshëm sepse për të kuptuar problemin duhet fillimisht të kuptojmë standardin. Si duhet të ndërtohet teorikisht në një vend me kulturë të konsoliduar inxhinierike, jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku infrastruktura trajtohet si sistem afatgjat dhe jo si projekt afatshkurtër. Do ta mbaj shpjegimin e thjeshtë por teknik në përmbajtje. Duke u nisur nga formimi im në inxhinierin gjermane, po përshkruaj hap pas hapi se si ndërtohen objektet infrastrukturore në një vend normal. Rrugë, ura, mure mbajtëse, nga momenti I parë I studimit deri në dorëzimin përfundimtar të veprës, sepse ndërtimi serioz nuk fillon në kantier, por shumë më herët. Në modelin gjerman, ndërtimi nuk fillon me ekskavatorin, fillon me analizën, me matjen dhe me llogaritjen. Fillon me të dhëna. Përpara se të vizatohet një vijë në projekt, kryhen shpime gjeologjike për të kuptuar stratigrafinë reale të terrenit. Mostrat e tokës analizohen në laborator për të përcaktuar parametrat mekanik. Këndin e fërkimit të brendshëm, kohezionin, modulimin e deformimit, përmbajtjen e ujit, potencialin e fryrjes apo të kurjes.
Analizohet niveli i ujrave nëntoksore dhe variacioni i saj sezonal. Studiohet ndikimi i ngritës dhe thellësia e efektit të saj. Kryhen analiza hidrologjike për përmbytje me periudhë rikthimi 100 ose 500 vite, në varësi të kategorisë së objektit. Çdo shtresë toke klasifikohet sipas standardeve, çdo parametër është i matur, jo i supozuar. Projekti nuk bazohet në përvojë të përgjithshme, por në realitetin konkret të terrenit. Vetëm pasi ekzistojnë këto të dhëna, fillon dimensionimi i veprës, qoftë rrugë, ur apo tunel. Së pari përcaktohen parametrat bazë funksional. Cilat pika lidh ky objekt? Çfarë fluksi trafiku duhet të përballojë? Sa automjet e kalojnë në ditë? Sa përqind janë mjetet e rënda? Cilat janë orët e pikut? Analizohen skenar zhvillimi për 10, 20 apo 30 vite. Parashikohet rritja e trafikut dhe ndikimi i saj në strukturë. Përcaktohet gjerësia e kursive, bankinat, elementet e sigurisë, rezervat për zgjerim të ardhshëm. Asgjë nuk llogaritet vetëm për situatën aktuale. Gjithçka projektohet mbi ciklin e jetës së objektit. Pas dimensionimit funksional, fillon planifikimi teknik i detajuar. Ngarkesat përcaktohen sipas Eurokodit dhe standardeve përkatëse kombëtare. Aplikohen koeficient të sigurie të qartë dhe të detyrueshëm. Çdo element dimensionohet për skenarin maksimal të mundshëm. Trafik i rënd i vazhdueshëm, temperatura ekstreme, cikle të përsëritura, ngrirje-shkrirje, presion hidraulik, lëvizje sismike. Projektimi është konservativ, jo optimist. Inxhinieria serioze llogarit atë që mund të ndodhë në skajën e sipërm të rrezikut, jo atë që ne shpresojmë të ndodhë. Në rastin e një rruge, struktura konceptohet si një sistem shtresash funksionale. Fillimisht përgatitet nën trupi, toka natyrore kompaktohet dhe testohet me prova pllake për të verifikuar modulin e deformimit. Nëse parametrat nuk përmbushin kërkesat, toka stabilizohet ose zvendësohet plotësisht me material më të përshtatshëm. Mbi këtë bazë vendoset shtresa kundër ngritës me material të granuluar dhe të drenueshëm, e cila parandalon akumulimin e ujit dhe dëmtimin nga zgjerimi gjatë ngrirjes. Më pas vijon shtresa mbajtëse, shtresa lidhëse dhe në fund shtresa e konsumit me asfalt, e dimensionuar për një rezistencë ndaj deformimit plastik dhe depërtimit të ujit. Çdo shtresë ka një trashësi të përcaktuar sipas kategorisë të trafikut dhe testohet për ngjeshje, përmbajtje bitumi dhe rezistencë mekanike. As pak vend për improvizim. Drenazhimi trajtohet si element kritik. Rruga projektohet me pirësi të kontrolluar me kanale anësore, me tubacione drenazhi dhe sisteme për largimin e ujrave sipërfaqësore si dhe nëntoksore. Uji konsiderohet armiku kryesor i strukturës sepse depërtimi i tij ul kapacitetin mbajtës, e rrit deformimet dhe përshpejton degradimin e materialeve. Nëse sistemi i drenazhit funksionon si duhet, jeta e strukturës zgjatet ndjeshëm. Në rastin e një ure, kompleksiteti rritet. Fillon me analizën e terrenit dhe shtrathjet e lumit, me studimet e erozionit dhe të ndryshimeve morfologjike. Zgjidhet sistemi i themeleve, qofshin ato të cekta apo me pilota, ku secila testohet me prova ngarkese për të verifikuar kapacitetin real mbajtës. Superstruktura dimensionohet për lodhje afatgjatë, deformime, vibrime dhe lëvizje të tjera, si ato sismike. Parashikohen fuga dilatimi për lëvizje termike, kushineta elastomerike për transmetimin e kontrolluar të forcave, sistem drenazhi mbi tablier për të shmangur depërtimin e ujit në beton, por edhe masa mbrojtëse kundër korozionit dhe karbonatizimit. Çdo ur projektohet me një plan mirëmbajtje shumë vjeçar, sepse ajo nuk është një objekt që ndërtohet dhe harrohet. Sa i përket mureve mbajtëse, procesi fillon me llogaritjen e presionit aktiv të tokës dhe kontrollin ndaj rrëshqitjes, përmbysjes dhe kapacitetit mbajtës së themelit. Koeficientet e sigurisë janë të përcaktuar dhe nuk negociohen. Pas murit vendoset një sistem drenazhi me material filtrues dhe tuba për drenazh për të shmangur akumulimin e presionit hidrostatik. Pa drenazh, edhe strukturat më të forta dështojnë në kohë. Në shumë autostrada gjermane ju mund të shihni ndërhyrje të gjera në terren, prerje dhe sistemime të skarpateve në 10 metra, sepse stabiliteti global i terrenit është pjesë e projektit dhe jo element dytësor. Një element thelbësor në të gjithë procesin është kontrolli i cilësisë, sepse çdo fazë dokumentohet. Çdo beton shoqërohet me një certifikat dhe analizë laboratorike. Çdo armaturë ka klasat deklaruar dhe gjurmëshmëri. Çdo shtresë asfalti testohet për përbërje dhe performancë. Firmat që marrin pjesë në projektim, ndërtim, mbikëqyrje
duhet të dëshmojnë kompetencë reale përmes projekteve të mëparshme dhe certifikimeve përkatëse. Drejtuesit mbajnë përgjegjësitë të drejtë në rast dështimi strukturor. Dokumentacioni teknik është i plot dhe i kontrollueshëm. Objekti nuk pranohet nëse parametrat e projektit nuk janë të përmbushur. Po aq e rëndësishme është edhe mirëmbajtja. Infrastrukturat inspektohen periodikisht. Urat kontrollohen çdo vit vizualisht dhe në intervale të caktuara me analiza të detajuara strukturore. Rrugët monitorohen për çarje, deformime dhe konsumim të shtresës sipërfaqësore. Ndërhyrjet preventive planifikohen përpara se defektet të bëhen kritike. Mirëmbajtja nuk është reagim, por një pjesë e planifikimit fillestar. Në një vend normal, infrastruktura nuk ndërtohet për inaugurim, por për një jetëgjatësi nga 50 deri në 100 vite. Çdo vendim teknik merret mbi baza analizash të matshme, jo mbi presion kohor apo politik. Projekti fillon me studimin e tokës e përfundon në një sistem të dokumentuar mirëmbajtje dhe monitorimi. Edhe ky është thelbi në fakt, sepse ndërtimi nuk është vetëm beton dhe asfalt, është një proces i disiplinuar inxhinierik, ku çdo hap ka arsyetim teknik. Çdo element ka llogaritje dhe çdo rrezik analizohet përpara se të materializohet. Të paktën kjo është teoria dhe sa më mirë kjo teori të zbatohet, aq më i mirë është dhe rezultati më vonshëm. Tani le ta përmbledhim këtë sistemin gjerman pak nga përditshmëria. Së pari gjithçka nis me planifikimin territorial. Në Gjermani nuk zgjohet një ditë komuna apo një investitor privat të thotë këtu do bëj një rrugë, atje do bëj një tunel. Çdo ide duhet të futet brenda një kornize shumë të strukturuar të planifikimit hapësinor. Kjo kornizë paracaktohet nga Kodi Federal i Ndërtimit, rregulloret e ndërtimit të çdo landi dhe planet e zhvillimit të komunave. Në planin më të lartë ke përdorimin e tokës në shkallë qyteti apo rajoni. Në nivel më të detajuar ke plane zhvillimore për parcela konkrete. Këto plane nuk janë rekomandime, janë juridikisht detyruese. Publiku, fqinjët, organizatat mjedisore, të gjithë kanë të drejtë të shprehen gjatë procesit. Nëse nuk ka përputhje me këto plane, projekti nuk shkon fare më tej. Ndiqet ky hap nga projektimi profesional. Në lojë hyn arkitektët dhe inxhinierët, të cilët nuk janë thjesht firma e projekti, por persona të regjistruar në dhoma përkatëse profesionale. Këto dhoma nuk janë klub me kuota antarësie vetëm për të pirë një kafe, po janë institucione që verifikojnë kualifikimet dhe diktojnë rregullat e lojës. Kush mund të projektojë dhe në çfarë kushtesh apo me çfarë përgjegjësie. Projektimi në vetvete organizohet sipas HOAI. Është një sistem që ndan punën në faza të qarta. Nga mbledhja e të dhënave, te koncepti, te projektet e detajuara deri tek mbikëqyrja e zbatimit. Për projekte të rrezikshme si ura të mëdha, tunele, mure të larta mbajtëse, duhet patjetër edhe një inxhinier kontrollues i pavarur, i cili e rishikon statikën, llogaritjet, konceptin e sigurisë dhe vë firmën e tij poshtyre. Shpesh përfshihen dhe ekspertë të zjarrit, mjedisit apo akustikës. Pas kësaj vjen leja e ndërtimit. Autoriteti lokal i ndërtimit kontrollon a përputhet projekti me planin urban apo jo. A janë projekte teknike në rregull? A është marrë parasysh mbrojtja nga zjarri, kërkesat energjetike, qasja për zjarr fiksit, hyrjet dhe daljet e sigurta e të tjerë. Vetëm pas këtij filtrimi del leja e ndërtimit. Pa të, nuk lejohet fillimi i punimeve dhe pas kësaj ne mund të ndërtojmë. Gjermanët janë shumë obsesiv me ndarjet e roleve. Nga njëra anë është investitori, i cili mban përgjegjësinë kryesore për pulsin financiar të projektit. Është drejtimi teknik në kantier që kujdeset për organizimin e punimeve, është mbikëqyrja e projektuesit që kontrollon nëse zbatimi përmbahet projektit të detajeve dhe standardeve, për disiplina të ndryshme, si për shembull konstruksion betoni, instalime elektrike dhe mekanike, ka drejtues teknik të veçantë me përgjegjësi të qarta. Dhe nuk duhet lënë më njarën aktorët e pavarur, inxhinierin kontrollues për strukturën, ekspertin e zjarrit dhe shumë ekspertë të tjerë. Kontraktori, pra firma që ndërton për punime të caktuara, duhet të firmosë deklarata zyrtare që thonë ne kemi kryer këtë punë sipas standardeve dhe aprovimeve të kërkuara. Çdo material duhet të ketë një certifikat. Çdo devijim nga projekti dokumentohet dhe miratohet. Kur objekti mbaron, nuk hidhet thjesht shiriti ceremonial. Vjen faza e pranimit teknik. Këtu kontrollohet dokumentacioni si është ndërtuar realisht objekti. Rishikohen provat laboratorike, testet në terren, funksionimi i sistemeve të sigurisë, shikohet nëse gjithçka që premtuan në këtë objekt dhe në lejen e ndërtimit është vërtet aty, fizikisht, në jetën reale. Vetëm atëherë pranohet objekti dhe lejohet përdorimi i tij. Dhe për më tepër, përgjegjësia nuk mbaron me prerjen e shiritit. Arkitektët, inxhinierët, firmat e ndërtimit dhe vetë investitori mbajnë përgjegjësi edhe vite pas dorëzimit, nëpërmjet garancive, sidomos nëpërmjet sigurimeve profesionale. Këto sigurime nuk janë opsion, por janë kusht për të ushtruar këtë lloj profesioni.
Ato nuk mund të regjistrohen si profesionist i pavarur apo si një kompani. Dhe nëse ndodh një gabim teknik që shkakton dëm, kërkesa për dëshpërblim shkon direkt te profesionisti dhe siguruesi i tij. Pra në thelb, sistemi gjerman nuk mbështet vetëm te ligji abstrakt, por tek një zinxhir shumë i dendur kontrollesh, planifikimi i detajuar, leje strikte, projektim nga profesionistë të licencuar, kontroll i pavarur teknik dhe një rrjet sigurime që e kthen gabimin teknik në rrezik financiar real për individin dhe kompaninë. Kjo kombinon ligjin, teknikën dhe ekonominë në një mekanizëm që shtyn të gjithë sistemin të jetë i kujdesshëm dhe i dokumentuar. Tani në pjesën e dytë le të flasim pak se çfarë parashikojnë ligjet dhe rregulloret shqiptare. Si funksionon minimumi në teori sistemi i planifikimit dhe ndërtimit të veprave inxhinierike, rrugë, ura e tjerë. Pra jo çfarë ndodh në praktikë. Do ta shfrytëtojmë në pjesën e tretë. Në bazë të njohurive të mia, së pari edhe në Shqipëri, gjithçka nis me planifikimin e territorit. Shtylla kryesore është ligji numër 107 viti 2014 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, ndryshuar disa herë, që synon zhvillim të qëndrueshëm, përdorim racional të tokës dhe përcaktimin e qartë të përgjegjësive ndërmjet niveleve të ndryshme të qeverisjes. Ky ligj flet për autoritete të planifikimit dhe autoritete të inspektimit të ndërtimit dhe ndan rolet midis qeverisë qendrore, Këshillit të Ministrave, Këshillit Kombëtar të Territorit dhe bashkive. Por si në Gjermani edhe këtu ekziston një hierarki dokumentash planifikime, plane kombëtare, plane sektoriale, plane të përgjithshme vendore dhe planet e detajuara, të gjitha të rregulluara edhe nga rregulloria e planifikimit të territorit, e cila jep rregulla të unifikuara për strukturën, përmbajtjen dhe hapat e hartimit dhe zbatimit të planeve. Pra në teori, një rrugë apo një ur nuk duhet të dalë nga hiçi, por duhet të rrihet nga plani i përgjithshëm kombëtar apo planet sektoriale të infrastrukturës dhe nga planet vendore të bashkive. Më pas vjen sistemi i lejeve të ndërtimit. Vendimarrja për lejet është e decentralizuar tek bashkitë, ndërsa Këshilli Kombëtar i Territorit mban rolin për objektet me rëndësi kombëtare. Ekziston një sistem elektronik lejesh nëpërmjet platformës online ku aplikohen lejet, verifikohen dokumentet dhe ndiqen procedurat. Dokumentacioni standard përfshin projektet, informacionet për pronësinë dhe përputhshmërinë me planet dhe të tjera dokumentat të nevojshme. Në parim për infrastrukturën, rruga, ura dhe tunele, vlen rregulla të veçanta. Leja mund të jepet për projekte të konsideruara punime infrastrukturore dhe ka dispozita që përcaktojnë rastet ku lejet mund të jepen edhe gjatë fazave tranzitore të planeve. Pra ligjërisht kemi një filtr. Projekti duhet të përputhet me planet, me rregullat e planifikimit dhe me vendimet e KKT përpara se të dalë leja. Për sa i përket profesionistëve, Shqipëria ka ndërmarrë hapa drejt krijimit të urdhrave profesional për arkitektët dhe inxhinierët. Draftligjet dhe rregulloret për urdhrin profesional të arkitektit parashikojnë regjistrim të detyrueshëm, kode etike, detyrim për edukim të vazhdueshëm profesional dhe shumë me rëndësi, detyrim për të pasur sigurim për përgjegjësinë profesionale. Ligji i urdhrit parashikon që çdo arkitekt i regjistruar duhet të firmosë një siguracion profesional dhe ta bëjë të ditur te klienti duke komunikuar dhe vlerën maksimale të mbulimit. Në letër kjo është shumë afër modelit gjerman. Pa sigurim nuk mund të ushtrosh një profesion të rregulluar. Dhe urdhri profesional është ai që duhet të mbikëqyrë zbatimin e kësaj kërkese. Edhe pse zbatimi praktik mund të jetë i pjesshëm, koncepti ekziston. Profesionisti duhet të mbajë përgjegjësi profesionale dhe financiare për gabimet e veta dhe të jetë i ekspozuar ndaj kërkesave për dëmshpërblim. Frika ruan vreshtin. Më vonë, në fazën e ndërtimit dhe kontrollit, ligji shqiptar parashikon autoritetet të inspektimit të ndërtimit që kanë detyrë të monitorojnë respektimin e lejeve, planeve, si dhe të ndërhyjnë në rast shkeljes, deri te ndalimi i punimeve apo urdhrat për prishje. Ekziston një logjike ngjashme me atë gjermane. Bashkia jep lejen, autoritetet e inspektimit e kontrollojnë, ndërsa projektuesit dhe drejtuesit teknik duhet jenë të licencuar dhe përgjegjës për firmat e tyre në projekt dhe në zbatim. Pra nëse e sheh vetëm nga këndvështrimi i ligjit, nuk jemi edhe aq keq sa mund ta mendonim. Ka hapësira me të vërtetë për zgjerim dhe precizim, por prap bazat janë aty. Aty ku të gjithë e dim se lind hendeku është praktika, sa respektojnë planet, sa i fortë është inspektimi. Sa realisht funksionon sigurimi profesional si mekanizëm presioni financiar mbi profesionistin. Për të përgjigjur kësaj dhe pyetjeve të tjera, le të kalojmë në pjesën e tretë, në pjesën e realitetit shqiptar. Nëse procesin e ndërtimit e shohim si një zinxhir teknik që duhet të funksionojë me një logjikë inxhinierike, atëherë problemi në Shqipëri nuk është një gabim i izoluar.
Problemi është që zinxhiri deformohet që në hallkën e parë, ndërsa kalon nga një fazë në tjetër. Kompromisi teknik përzihet me interesa financiare, presion politik, mungesë kontrolli dhe shpesh me korrupsion të hapur. Në fund krijohet një sistem i mbyllur ku të gjithë varen nga njëri tjetri dhe askush nuk ka interes real të ndalë devijimin. Le ta fillojmë nga e para. Gjithçka nis me studimin paraprak. Në një proces normal, objekti projektohet mbi bazën e të dhënave reale, shpime gjeologjike të mjaftueshme dhe të shpërndara në mënyrë përfaqësuese. Analiza laboratorike të tokës, studime hidrologjike dhe sismike. Në praktikën shqiptare, ky hap trajtohet si formalitet. Bëhen pak shpime në zona jo domosdoshmërisht përfaqësuese. Raportet gjeoteknike riciklohen nga projekte të tjera. Parametrat vendosen mesatarisht. Në letër gjithçka duket e rregullt, por terreni real nuk është studiuar me seriozitet. Kur mungon e vërteta gjeologjike, çdo llogaritje apo ndërtim që pason është statistikisht minimumi i brisht. Rasti i rrugës Qukës Qaftë-Pllocë është ilustrues. Në dijenin time ekziston një studim i viteve 70 që theksonte se ai terren ishte problematik për ndërhyrje të tilla dhe se përfitimi funksional për më tepër ishte i kufizuar, pasi kursimi kohor nga rruga ekzistuese drejt Pogradecit ishte relativisht i vogël. Edhe pa hyrë në detaje historike, mjafton që të kuptojmë diçka. Nëse një zonë me kushte të ndërlikuara gjeologjike konsiderohej e rrezikshme dekada më parë, ndërkohë që mirëmbajtja e pyjeve, e sistemeve kolluese apo shtratit të prenjve ka degraduar me kohën, probabiliteti i problemeve nuk ulet, ai rritet. Ajo çfarë në atë kohë ishte në kufi e të pasigurtës, nuk bëhet automatikisht e sigurt sot. Në fazën e projektimit, në vend që dimensioni të udhëhiqet nga siguria dhe gjatësia, shpesh udhëhiqet nga kufizimet e buxhetit. Projekti duhet të futet brenda një vlere të përcaktuar. Trashësitë e shtresave rrugore reduktohen në minimumin teorik edhe në shumë raste që i kam parë me sytë e mi edhe më pak se sa minimumi teorik. Madje edhe jashtë çdo lloji logjike ndërtimi. Muret mbrajtëse projektohen pa analizë të plot drenazhi. Kapaciteti i themeleve merret në mënyrë optimiste. Projektuesi e di që buxheti është i ngushtë dhe se presioni për ta mbyllur gojën është i lartë. Kompromisi teknik fillon që në tavolinë. Në shumë raste mungojnë projektet e detajuara ekzekutive. Në kantiere punohet me vizatime të përgjithshme dhe kësaj zgjidhjet improvizojnë gjatë ndërtimit. Më pas vjen tenderimi. Në teori kjo është pika ku konkurenca duhet të garantojë cilësi dhe transparencë. Në praktika normale do të fitonte edhe oferta më e ulët, por ne kemi parë në shumë raste në Shqipëri që në fakt fiton ajo më e larta edhe pse ndërton më vonë me çmime më të ulët. Edhe këto tenderime ndodhin pa analizuar nëse ai çmim është teknikisht i realizueshëm, si i lartë si poshtë. Kur një kontratë fitohet me një çmim në koston reale të një ndërtimi konkret, diferenca duhet të rekuperohet diku. Zakonisht rekuperohet në cilësi. Në rastin kur një kontratë fitohet me çmim në koston reale të një ndërtimi konkret, diferenca duhet të rekuperohet diku. Edhe zakonisht rekuperohet në cilësi. Por në rastin më të përhapur në Shqipëri, kontrata fitohet me çmim të fryrë. Përfshihen ndërmjetësime dhe favore dhe më pas puna nënkontraktohet për një vlerë shumë më të ulët tek ai që do ta ndërtojë realisht. Sa më shumë hallka shtohen, aq më shumë komprimohet cilësia reale e ekzekutimit. Dhe aty në kantier fillon në fakt faza kritike. Nëse studimi ka qenë i dobët dhe projekti i komprometuar, ndërtimi në vetvete bëhet terren për kursime të fshehura. Trashësitë reale të shtresave mund të jenë më të vogla se ato të projektit. Kompaktimi nuk arrin parametrat e kërkuar. Materialet zvendësohen me alternativa të lira. Betoni nuk arrin klasën e deklaruar. Drenazhi, që është vendimtar për gjatësinë, trajtohet si një element dytësor sepse nuk shihet në sipërfaqe dhe nuk prodhon efekt vizual në inaugurim. Struktura përfundon, por dobësitë janë të inkorporuara në të. Një problem serioz lidhet me zinxhirët e prodhimit dhe furnizimit të materialeve. Betoni në Shqipëri, nga një material me disiplinë të qartë teknologjike, trajtohet shpesh si produkt volumor për përfitim të shpejtë. Has në raste ku prodhimi, transporti dhe hedhja fragmentohen në kompani të ndryshme me nënkontraktime të shumta. Në pamje të parë duket si një shpërndarje e performancës, por në praktik lidhjet financiare shtypin çmimin dhe presioni bie mbi cilësinë në fund. Për shkak të buxhetit të cunguar, betoni duhet të prodhohet dhe të hidhet sa më shpejt. Personeli i përfshirë shpesh nuk ka kualifikimin e dur dhe fokusi zhvendoset nga parametra teknik te sasia dhe ritmi. Ndodhin ndryshime kategorikisht të palejueshme, para, gjatë apo pas transportit. Shtim uji apo materiale të tjera të pakontrolluara për të rritur punueshmërinë apo zgjatjen e viskozitetit.
Kampionet për prova shpesh herë merren në fabrikë, jo në vendin e hedhjes, ku duhet të kontrollojë realisht përbërja dhe konsistenca. Në shumë raste mungon dhe personeli mbikëqyrës që duhet të verifikojë, ku dëgjon, faturën, klasën apo mënyrën e hedhjes sipas kodeve të punës. Mbikëqyrja dhe kualitimi që në një sistem normal duhet të jenë mekanizma të pavarura kontrolli, shpesh bëhen pjesë e të njëjtit rreth interesi. Kur mbikëqyrësi paguhet nga projekti që duhet të kontrollojë, pavarësia bëhet e dobët objektivisht. Testimet laboratorike mund të kryen formalisht, raportet përshtaten. Objekti certifikohet edhe kur ka devijime. Ka dyshime serioze mbi funksionimin real të disa laboratorëve të vlerësimit. Ka raste ku institucionet si publike apo private, për shkak të lidhjeve direkte me biznesin, prodhojnë protokolle testimi me vlera të paqena. Madje ka raste ku laboratorët universitar, në vend që të jenë qendra formimi dhe kërkimi, shpesh përdoren për shërbimet private pa mekanizëm të qartë kontrolli akademik. Kompetentët e shqyrtimit ekzistojnë në letër, por parimi elementar i kontrollit me 4 sy shpesh mungon. Por për te institucioneve dhe firmave ekziston hallka më e rëndësishme. Inxhinierët, drejtuesit teknik, projektuesit, arkitektët. Në shumë shtete europiane, përfshirë dhe Gjermaninë, edhe nëse një kompani ka tendenca të dyshimta, inxhinieri i punësuar refuzon të nënshkruajë devijime nga projekti ose kërkon heqjen e përgjegjësisë me një dokument ligjor. Në qoftë se ai dokument nuk jepet, procesi ndalet, sepse askush tjetër nuk e merr atë përgjegjësi personale. Nëse një devijim i tillë nënshkruhet dhe më vonë ndodh një dështim, kompania e siguracionit profesional nuk e mbulon dëmin kur provohet se ka pasur një paralajmërim teknik. Mekanizmi është i sigurt, ushtron presion real për zbatimin konkret. Çdo gabim rrit prajmin. Në raste ekstreme kontratat e sigurimit ndërpritet dhe profesionisti bëhet praktikisht radioaktiv. Dhomat inxhinierike apo arkitekturore mund të revokojnë licencën në mungesë të një siguracioni aktiv. Ndërsa në Shqipëri ndodhe kundërta. Inxhinier, arkitekt, gjeometra shpesh japin në përdorim licencat e tyre drejt personave të pakualifikuar. Në teori, punësimi i personave pa licencë individuale nuk është një problem nëse ekziston kontrolli i brendshëm dhe sigurimi i shtuar nga firma. Po kur licenca jepet formalisht dhe përgjegjësia reale nuk ushtrohet, sistemi boshatiset nga brenda. Të punësuarit shpesh sakrifikojnë integritetin profesional për pagesën. Të pavarurit heshtin nga frika e mungesës së punës, se nuk do japin projekte më vonë. Punëtorët, mes paditurisë dhe pasigurisë, bëjnë atë që u thuhet. Drejtuesit e projekteve fokusohen në çmim dhe shpejtësinë në presionin e prorëve të tyre. Ndërsa këta e prorë janë tashmë në tavolinën e madhe duke negociuar projektin tjetër. Heshtja kthehet kështu në standard operativ. Problemi thellohet kur hallkat jo vetëm tolerojnë njëra tjetrën, por edhe mbrojnë njëra tjetrën. Projektuesi e di që kontraktori ka mbështetje politike. Kontraktori e di që mbikëqyrja nuk do ta çojë konfliktin deri në fund. Institucioni e di që përgjegjësia shpërndahet dhe nuk penalizohet. Krijohet një sistem ku secili ka diçka për të humbur nëse flet dhe shumë për të fituar nëse hesht. Shkurtimisht dua t'ju përmend atë çfarë juve që po e dëgjoni këtë podcast të gjithë e dini, që është ndërhyrja në shtratet e lumenjve, ndërhyrja në shtratet e përrenjve që mundsojnë kanalizimin e ujrave dhe drenazhin natyror. Sidomos në rastin e rrugës së Librazhit është e qartë se ku ka qenë lumi më përpara, shtrati i lumit më përpara dhe ku është sot. Por kjo është vetëm një rast i izoluar. Në të gjithë Shqipërinë ka mina me sahat, nga jugu deri në veri, ku janë bërë ndërhyrje si batakçin në shtratet e lumenjve dhe literalisht pritet që nga viti në vit të ndodh e njëjta gjë diku tjetër. Gjithsesi, kjo është pak a shumë ku qëndron problematika dhe unë jam munduar të krijoj një këshillim për përmirësim. Në 3 pjesët e para ne pam teorinë gjermane, teorinë shqiptare dhe realitetin shqiptar. Andaj, le të vemi te pjesa më e rëndësishme. Si mund ta korrigjojmë dhe ta përmirësojmë sistemin teorik shqiptar? Si mund të rregullohet kontrolli, të sigurohet cilësia dhe të dokumentohet përgjegjësia reale? Këtu do t'jap një propozim të plot nga të gjitha këndvështrimet dhe institucionet, jo si kritike thjesht, por si një plan praktik, hap pas hapi, i bazuar në modele që funksionojnë tjetërkund. Hapi i parë: fuqizimi i planifikimit territorial si bazë e palëkundur. Ligji numër 107 është i mirë në letër, por zbatimi vdes tek planet. Propozimi është detyrimi i planeve kombëtare dhe vendore të përditësohen çdo 5 vite me një buxhet të veçantë dhe me pjesëmarrje publike të detyrueshme, siç është në Gjermani.
Të krijojë një platformë digjitale publike ku çdo plan zhvillimor, leje dhe studimi gjeologjik publikohet online për 30 ditë për komente, me detyrim për përgjigje publike ndaj kritikave. Dhe Këshilli Kombëtar i Territorit duhet të ketë fuqi vendimmarrëse reale, jo vetëm këshilluese për projekte që janë për shembull mbi 10 milionë euro. Kështu që automatikisht çdo rrugë apo urë do të lind nga një plan i matur, dhe jo nga një ide në qiell. Hapi 2. Regjistrimi dhe sigurimi profesional i detyrueshëm për inxhinierët. Shqipëria ka këtë draftin për urdhrin e arkitektëve. Duhet të zgjerohet menjëherë për inxhinierët, me regjistrim të detyrueshëm për të gjithë projektuesit, mbikëqyrësit dhe drejtuesit teknik. Sigurimi profesional të bëhet kusht absolut për licencë. Pa një siguracion aktiv nuk nënshkruan dot asnjë projekt. Siguracionet private duhet të verifikojnë çdo vit projektet e nënshkruara dhe të rrisin prajmet për ata që kanë histori devijimesh. Urdhri të ketë fuqi të pezullojë licencën në çast mos respektimi dhe të krijojë një fond garancie për dëmet e menjëhershme. Kjo e kthen përgjegjësinë personale dhe inxhinieri mendohet 2 herë para se të nënshkruajë një kompromis. Hapi i 3. Tenderimi i transparent me kriteret teknik, jo vetëm me çmimin. Duhet ndryshohet ligji i prokuresave publike. Ofertat fituese duhet të vlerësohen me 60% për çmimin dhe 40% për kapacitet teknik. Projektet më parshme, ku dëgjon, personeli licencuar, certifikimi ISO e të tjerë. Çdo tender mbi 5 milionë euro duhet të kalojë në mbikëqyrje të pavarur nga një komision me ekspertë, për shembull nga universitetet apo të tjera organizata të pavarura. Platforma online e tenderimeve të jetë e hapur për të gjithë, me histori të plotë të kontratave dhe penalitete për vonesa apo cilësi të dobët. Kështu fiton ai që ndërton mirë dhe jo ai që ofron më lirë. Hapi 4. Kontrolli i pavarur në kantier dhe kualitimi rigoros. Duhet të krijohet një agjenci kombëtare e inspektimit teknik ndërtimit, e pavarur nga bashkitë apo Ministria e Infrastrukturës, me inxhinier të huaj apo vendor të certifikuar për 20% të inspektimeve në projektet e mëdha. Në çdo fazë kantieri të dokumentohet me foto, gjeolokacioni dhe prova laboratorike të pavarura, jo nga firma e vet kontraktorit. Kualitimi të bëhet në 2 nivele, teknik nga agjencia dhe mjedisor nga organ tjetër. Dokumentacioni, si është ndërtuar në vërtet, publikohet online për 10 vite, me përgjegjësi penale për falsifikime. Hapi 5. Mirëmbajtja. Duhet të krijohet një fond kombëtar vetëm për mirëmbajtjen e infrastrukturës me pothuajse 20% të buxhetit vjetor për rrugët, që financohet nga gjitha taksat që kanë të bëjnë me lëvizjen. Çdo objekt i ri të ketë plan mirëmbajtje 10 vjeçar të detyrueshëm, jo me zgjedhje, të detyrueshëm, me inspektime vjetore të pavarura. Dhe nuk është shumë të themi që duhet të ketë edhe drone apo sensor, nga këto IoT për monitorim real time në autostrada dhe ura. Ky lloj ndryshimi do të bënte mirëmbajtjen një opsion kur të vinë zgjedhjet e tjera, por një detyrim ligjor. Hapi i gjatë lidhet me transparencën. Një platformë e unifikuar kombëtare. Çdo projekt, çdo leje, çdo tender, çdo raport gjeologjik, provë laboratorike në një bazë të dhënash blockchain për gjurmëshmëri të pashkatërrueshme. Nga ana tjetër duhen ose persona të kualifikuar me ose jo mbështetje inteligjencë artificiale për analizë automatike të raporteve dhe sinjalizimin e anomalive. Aksesi plot publik për të gjithë. Për të gjithë më. Hapi 7 që nuk duhet harruar është formimi dhe incentivat për profesionistët. Universitetet shqiptare të bashkëpunojnë 1 orë e më përpara me universitetet të huaja për trajime vjetore falas. Bonuse fiskale për inxhinier me sigurim profesional dhe histori të pastër. Dhe të mundësohet denoncimi i fshehtë i devijimeve me mbrojtje ligjore dhe shpërblim deri në 1% të vlerës së kontratës. E nuk po flasim për spionazh, po flasim për njerëz që në këtë mënyrë do ushtrojnë presion mes profesionistëve, me bashkëpunëtorëve të tyre, duke automatikisht e rritur nivelin e inxhinierisë shqiptare. Ky lloj plani, këto 7 hallka, nuk kërkojnë revolucion, por vullnet politik dhe buxhet fillestar prej 50 milion euro në 3 vjet. Shumë herë më pak se çfarë mund të ketë vjedhur Balluku. Dhe mund të fillohet me projekte pilot. Dëgjoni, në 5 autostrada apo rrugë kryesore, Librazh, Prenjas, Qukuç, Ploc, tuneli Llogaras, etj. Të shifen, të implementohet sistemi, të analizohet, merret rezultati dhe atëherë
do kuptohet që një objekt infrastrukturor mund të zgjasë edhe 50 vite, jo vetëm 2 ose 3 muaj, siç kishim rastin e fundit. Dhe në fund të gjithë fitojmë ne. Gjithsesi, është episod i gjatë, i mërzitshëm teknik, por ishte i domosdoshëm. Nuk e kisha në plan të nisja rubrikën ndërtim dhe arkitekturë me një analizë kaq të ashpër të realitetit tonë. Në mendje kisha shembuj frymëzues të projekteve inovative, arkitektura që ndryshon peizazhin etj. Por realiteti, me shembjet në librazh brenjas dhe me rëshqitjet tokës, qufës, qaf plot, me listën e pafund të akseve problematike, më detyroi që të flisja për këtë si temë të parë, sepse për të ndërtuar sigurinë e të ardhmes duhet të riparojmë themelet e prishura. Dhe se për më tetë për më shpifur një qik nga gjithologët dhe apologjistët që dalin për ekrane dhe pa pritur bëhen meteorolog, bëhen inxhinier, arkitekt, vlerësues, financier, politikan, vetëm e vetëm për të fshehur fajin. Unë vërtet e besoj që çfarë unë propozova është një sistem që në qoftë se vendos do përfitonin të gjithë nga ai, sepse normalisht një shtet kur rritet presioni ndaj profesionistëve ka më pak kontroll për të bërë. 1. Profesionistët duke ndërtuar më mirë rritet emri i tyre, rritet cilësia, rritet prestigji, rritet leku. Dhe normalisht në fund njerëzit, ata të cilët po e paguajnë të gjithë këtë gjë, marrin një produkt që ja vlen. Gjithsesi, ky nuk ishte një akt i dëshpërimit, por një thirrje për shpresë dhe veprim. Ne kemi ligje të mira, deri diku kemi dhe inxhinierë të aftë. Kemi potencial buxhetor dhe teknologji në dorë. Gjermania nuk lindi dje me sistemin e saj perfekt. Ajo e ndërtoi gradualisht, me disiplinë dhe vullnet. Ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Për një çast imagjinoni rrugët tona si autostrada evropiane, të sigurta, të qëndrueshme, me ura që nuk shemben pas rreshjeve, me tunele që frymëzojnë siguri. Imagjinoni inxhinierët tanë të mbrojtur nga siguracione profesionale, të lirë nga kthetrat e grykësve, të mund të refuzojnë kompromise të hapur dhe të jenë krenar për atë që do të nënshkruajnë në fund të ditës. Ky episod nuk mbaron me pikëllim, por me një vizion. Shqipëria e infrastrukturës së fortë, ku çdo ur lidh jo vetëm vende, por edhe breza. Fillimi është sot, me një denoncim, me një analizë, me një projekt të mirë, me një tender transparent. Unë ju lutem të gjithëve të bashkoheni me mua në të udhëtim, të ndani mendimet tuaja dhe me aq sa keni mundësi të ushtroni presion mbi individ, institucione, firma apo dhe shtetin direkt. Sepse ne nuk jemi të pafuqishëm. Ne jemi ata që do ndërtojmë së nesërmen. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët. Në të tjera episode të rubrikës ndërtimit dhe arkitekturës do të shikojmë disa gjëra më të prekshme, më reale, më thjesht për të përpunuar nga individi që nuk i përket fushës, këshillime për jetën tuaj të përditshme dhe të tjera krahasime apo ndarje informacioni inovativ. Deri herën tjetër, t'ja kaloni sa më mirë, kujdes rrugëve, miru dëgjofshim episodin tjetër. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, Ne podcast.